kozmetika është një nga fatkeqësisht nga elementët e cila me sa duket kohët e fundit ne gjithmonë shikojmë që ka një ndikim goxha të madh në intoksikimin e trupit njeriu. Thojnë me gel, për shembull, që ishte një element. Gel, make-upi, buzëkuqi. Edhe make-upi. Patjetër, rimeli, boja e flokëve. Biles do të them për bojën e flokëve në Kin, një vajzë e luante çdo 2 javë dhe kishte bërë hepatit fulminant. Dhe nuk e kuptoni nga i vinte, ëh? Domethënë gati sa humbi mëlçin. Domethënë ka shumë gjëra që ndikojnë në organizëm, sepse këto janë toksina, janë bisfalatet, janë formaldehide, të cilat në momentin që futen në organizëm kanë një efekt toksik te qeliza. Pra shikohen nga makrofagët që janë elementet të cilët bëjnë eliminimin e pjesëve të dëmtuar ose atyre që nuk duhet jenë në organizëm, shikohen si element inflamues dhe sulmohen. Por nuk sulmojnë ato, sulmojnë qeliza që i ka të gëlltitura këto elemente. Dhe detyrimisht i krijon një inflamacion kronik të vazhdueshëm. Përthojnë ka dalë për gjelin, pra në datën 1 shtator të 2025-s u vu të gjitha ato xhelet që kanë tipon duhen nuk lejohen më në Bashkimin Evropian, sepse efekti që ato kanë është teratogjen. Është parë që ka efekt teratogjen dhe ndryshe dëmtues të sistemit endokrin. Pra ndërpresin prodhimin e hormoneve. Dhe për shembull nëse tek ne ka filluar një trend. Nuk është kancerogjen, pra që ka është teratogjen, sepse nuk është vetëm ajo, po janë dhe këto furat me UVA. Edhe furat vetvete, ato bëjnë dëmtimin e ADN-s qelizore. Unë e kam provuar edhe te vetja, drejtën se të duart nuk kam pas vitiligo, dhe në momentin që bëja thonjt, më shtohej vitiligo. Domethënë, sa dila nga për 2 ditë shikoja një përkeqësim të vitiligos, që është një smundje autoimune.